Reagon Luizelli pas vendimit të apelit, drejtësia foli sërish dhe qartë: "Jam i pafajshëm." Këngëtari Luizelli ka bërë një reagim në rrjetet sociale pas vendimit të gjykatës së apelit, në të cilën u shpall i pafajshëm. Apeli kishte rrëzuar vendimin e gjykatës së Fierit, në të cilën e kishte dënuar këngëtarin me 1 vit burg për falsifikimin e një deklarate notariale. Pas një betejë të gjatë me padrejtësinë, pas një vendimi që u bë titull portalesh dhe fest për disa, drejtësia foli sërish dhe qartë: "Jam i pafajshëm." Gjykata e apelit rrëzdoi atë vendim absurd dhe më dënoi me 1 vit burg, jo sepse më dha një favor, por sepse pa të vërtetën. Një të vërtetë që shumë nuk e kërkuan kur, sepse nuk ju interesonte drejtësia por shkatrimi, tha Luizi në reagimin e tij përmes një video në Instagram. Dhe derisa unë luftoja për të mbrojtur emrin, jetën dhe të ardhmen time, kishte njerëz që qeshnin, kishte sy që ndriçonin nga lajmi i dënimit tim. Madje dhe thonin që e mori atë që e meriton. Pikërisht sot deshta është koha që këta njerëz tulin kokën, jo nga frika, por nga e vërteta, sepse kur e dëmton një njeri të pafajshëm, nuk fiton as drejtësia as morali, por veç urrejtja. Faleminderit drejtësisë që foli, faleminderit atyre që besuan në pafajësinë time, potencoi më tutje ai. Verdikti i gjykatës apelit vjen pas pranimit të ankesës bërë nga avokatët Arber Hoxha dhe Dritan Metani, duke përmbysur kështu vendimin e gjykatës së Fierit. I pafajshëm u shpall gjithashtu edhe Fatmir Abdurrahmani, personi për të cilin u pretendua që Luizelli ia hartoi deklaratën notariale.